këta nuk janë shumica për fat të mirë. Këta nuk janë shumica për fat të mirë, sepse ne nuk mjaftohemi vetëm me çfarë shikojmë, siç mendojnë disa, me çfarë shikojmë për raporte. Ne bëjmë përpjekje për të kuptuar si funksionon administrata, edhe me strukturën e antikorrupsionit, edhe me ndihmën e mekanizmave të tjerë. Ministria ndjek ecurin e këtyre marrëdhënieve dhe nuk rezulton që në spitale norma ose normalja është kjo që thash për atë mjeku. Sepse mjafton t'i ndodhi dikujt, nuk ka nevojë të riqen zvarr të gjithë njerëzit që kanë diçka për të thënë. Mjafton të riqet njëri zvarr, siç ndodhi në atë momentin skandalos, kërkojnë atë shërbimin minimal. Tani, ta konstatosh është e rëndësishme, ti je i vetëdijshëm për këtë është po kaq e rëndësishme. Dhe për mua personalisht, qenë i vetëdijshëm për çfarë njerëzit jetojnë, është gjëja më e rëndësishme. Të veprosh për ta ndryshuar këtë është shumë më komplekse se sa që mund mendohet, sepse nuk është një çështje reagimi me njëhershëm, ashtu si kundër lufta kundër korrupsionit, nuk është thjesht një çështje burgu. Duhet që sistemi të mbrojë. Dhe fiks ajo që po ndodh sot në Shqipëri, edhe që humbet në mjegullën dhe në tymin e shumë gjërave që bëhen bashkë, është që sistemi për herë të parë po lufton me korrupsionin. Pra është komplet e kundërta e asaj që thuhet Badia Hava. Sistemi po lufton korrupsionin dhe jo voluntarizmi këtu dhe atje. Faktikisht, kjo gjë po ndodh. Po hyet aty ku nuk është hyrë kurrë, që nga krijimi i shtetit shqiptar. Dhe kjo nuk është një arsye për të kërkuar giotinën. Kjo e demokracisë dhe e balancimit pushteteve dhe ndërtimit të një sistemi që garanton gjithkënd dhe garanton madje edhe të akuzuarin, është e vetmja rrugë për të garantuar brezat. Dua të jem shumë i qartë me të gjithë nga eksperienca ime. Besoj që e kam sot mundësinë që nga maja e kësaj eksperience, që është tani më goxha vjeçare, të them që në fund të ditës ajo që është e rëndësishme për shtetëndërtimin nuk është epizodi, por është tërësia e hapave që hidhen me durim dhe pa zhurmë. Epizodet e zhurmshme ndihmojnë në një mënyrë ose një tjetër, por nuk bëjnë sistemin. Dhe besimi im për pse Shqipëria mund ta kapërcejë me një shpejtësi të pazakonshme, atë që është koha e domosdoshme për ta ndërtuar sistemin, lidhet vetëm me një fakt, me faktin që Shqipëria sot ka fatin të jetojë në epokën e teknologjisë dhe të inteligjencës artificiale. Ne jemi në embrion dhe kërkojmë që të jemi sot
një vend që pranohet në Bashkimin Evropian sepse ka një administratë të standardit të Bashkimit Evropian. Kjo është diçka maramëndse si sfidë. Ama kemi digitalizimin,